Këtu është horoskopi i mërkur 19 mars 2025 për ju. Mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Kjo është një periudhë e punës së re, por pak e tensionuar për sa i përket ndjenjave, ka polemika të vogla për t'u zgjidhur ose disa dyshime për t'u zgjidhur. Demi. Nëse punoni vetë, fitoni më shumë. Jeni të kënaqur nga humori i mirë dhe jeni në gjendje të optimizoni kohën e gjërave që i përkushtojeni. Binjakët. Është një periudhë e ngarkuar, veçanërisht për ata që kanë biznesin e tyre ose një kontratë që skadon. Çifte e dobëta mund të pësojnë një reagim të ashpër, dhe gjithashtu ata që kanë një llogari të hapur me një ish do të duhet të diskutojnë ose të tregojnë më shumë disponueshmëri. Gaforja. Është një ditë interesante për punë dhe për dashuri, çdo gjë po lëviz rreth jush në një mënyrë pozitive, dhe kjo sjell optimizëm dhe vullnet për të vepruar. Luani. Pasi të jetë forcuar dëshira juaj për të dashur, një lajm i mirë mund të arrijë brenda pak javësh nëse keni aplikuar në të kaluarën, veçanërisht në vendin e punës. Virgjeresha. Ndryshimet në dashuri dhe aktivitet praktik, kësaj here pozitive. Dita sjell energji të mirë. Peshorja. Zgjedhje të rëndësishme të karrierës mund të bëhen në këto ditë. Nëse jeni vetëm më në fund mund të gjeni dëshirën për të dashur përsëri. Me një njeri dash ose shigjetar, ju mund të ndërtoni diçka të bukur për të ardhmen. Akrepi. Sot, ata që kanë një aktivitet të pavarur mund të marrin lajme të mira. Në dashuri keni më shumë shanse për sukses, varet nga ju. Shigjetari. Lajme për suksesin profesional, parat mbërin dhe është padyshim koha për të guxuar. Marrëdhënie harmonike, sharm dhe arritje. Britsjapi. Për projektet që keni në mendje, nuk ka burime të duhura ose nuk doni të bisedoni me njerëz që vetëm ju bëjnë të humbni kohë. Kini kujdes me paratë. Ujori. Në familje ka gjithmonë diçka për të thënë dhe për të diskutuar, maturinë dhe durimin. Ndodh të jetoni momente të tensionit të fortë ose të zgjoheni në mëngjes me ndjenjen se nuk keni fjetur mirë. Peshqit. Dashuritë e reja nuk duhet të mbyllen me nxitim edhe nëse jeni armiqësor ose friksoheni. Mundohuni t'i kushtoni kohën tuaj asaj që ju pëlqen për të kapërcyer anktet tuaja të vogla. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.